Është shtyrë seanca paraprake për dosjen në ngarkim të Erion Veliajt. Shkak për mos zhvillimin e seancës është bërë bojkoti i avokatëve, i cili vejon ende pas ngjarjes së rëndë të ndodhur në gjykatën e apelit, ku qëllua për vdekje gjyqtari Astrid Kalaja. Seanca e radhës do të mbahet më 21 tetor në orën 9:00. Veliaj do të përballet në gjykat me 5 akuza të rënda: korrupsion, pastrim parash, fshehje pasurie, shpërdorim detyre, si dhe futje sendeve të ndaluara në qeli. Sipas SPAK, Veliaj akuzohet për korrupsion pasiv në 9 raste, në marrëdhënie me disa kompani që në këmbim të përfitimeve të parregullta në para dhe pasuritë palujshme kanë përfituar leje ndërtimi apo fonde publike nga Bashkia e Tiranës. Edhe bashkëshortja e tij Ajola Xoza përballet me akuza për korrupsion pasiv në 9 raste, gjithashtu në lidhje me subjekte tregtare dhe organizata jo fitimprurse. Ajo akuzohet po ashtu për pastrim parash, mosdeklarim pasurie dhe fshehje të ardhurave. Bushka akuzohet për veprime që pengojnë zbulimin e të vërtetës. Veliaj u shkarkua nga posti i kryetarit të Bashkisë së Tiranës me 25 shtator me vendim të Këshillit Ministrave, me argumentin se nuk ishte paraqitur në detyrë për më shumë se 3 muaj, që nga arrestimi më 10 shkurt.